Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Në gjendje të rëndë shkon në urgjencë, ish banorja e Bigut goditet në kokë gjatë shfaqjes. Një ngjarje e papritur ka shënuar mbrëmjen e djeshme për aktoren e njohur Grace Agashi, e cila u lëndua gjatë një performance live përpara publikut dhe ekipit të realizues. Gjatë interpretimit në skenë, aktoria ka pësuar një incident që i shkaktoi një goditje të fortë në pjesën e pasme të kokës. Vetë Grace ka reaguar më pas në rrjetet sociale, ku ka ndarë një fotografi nga shfaqja dhe ka sqaruar çfarë ndodhi. Gjatë shfaqjes ndodhi një incident në skenë dhe pësova një goditje të rëndë në kokë, ka shkruar ajo duke ngritur shqetësim tek ndjekësit dhe adhuruesit e saj. Pavarësisht momentit të vështirë, Grace ka bërë të ditur se ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe se gjendja është stabël. Ajo ka falendëruar publikun, kolegët dhe stafin për reagimin e menjëhershëm dhe mbështetjen e treguar në çaste delikate. Skena kërkon përkushtim, forcë dhe dashuri, dhe sot i ndjeva të treja. Ka përfunduar aktoria mesazhin e saj të ndarë në story në Instagram. Edhe gjatë ditës së sotme, ish banorja e Bigut Grace Agashi po i nënshtrohet kontrolleve të detajuara mjekësore për të garantuar që goditja të mos ketë lënë pasoja të tjera shëndetësore.